Kush është Andi? Kush është Andi na reprezenton Vini? Para se të vetet e Andit, dua thjesht bëj një ripërsëritje çfarë ishte minutazhin e parë, për treguar dhe çfarë do bëjmë diçka më ndryshe këtë radhë. Puntatën e kaluar kishin thuar Arbi Laçin dhe Gjergjaro, me të cilët folëm për raportin ton me Serbinë përtej ndeshjes së futbollit. U futëm pak në bizneset e tyre personale që lidheshin dhe me tregun serb, në real estate, të pronave këtu dhe pronave në Serbi, e tepruam pak me biseda personale, por premtojmë që do ta bëjmë përsëri, apo si nuk dalim dot. Nuk dalim dot. Këta jemi ne. Kalojmë te i ftuari jon shumë special, i cili është Andi Verçani, siç e prezantoi dhe Gjergji çfarë. Andi, me thënë drejtën, është njohës shumë mirë i sportit, ka mbajtur deri vitet e fundit pozicionin e shefit të zyrës shtypit Federatës Shqiptare të Futbollit. Nuk është marrë ndonjëherë me biznes, me sa kam bërë detyrë shtëpie, por e ka trajtuar punën njësoj sikur ta ketë biznesin e vet personal, në sensin e për kushtimit që ka patur në punë, pra nuk ka qenë asnjëherë 9-5, këtë mund ta konfirmoj edhe vetë, 9-10 darkës ka qenë. Ka qenë në zënës së yt apo jo? Patjetër, në zënës së imi dhe ka qenë kënaqësi shumë. Edhe për mua gjithashtu, nuk është rasti që ftuarit e një pas njësh kanë pasur një rrugtim bashkë me mua dhe gjej rastin përshëndes dhe një ish kolegen ton që ka qenë pedagoge drejt për drejt e Andit, Jonida Këllezi, të cilët në atë brez kanë studiuar për marrëdhënie publike dhe komunikim, dhe me sa duket Andit i ka shërbyer shkolla atëre për të vazhduar më pas me karrierën e tij.